Të dashurit e mi, temën që do ta trajtojmë sot e kemi vret se është e nevojshme, sidomos në këtë kohën tonë, kur një pjesë e besimtarve dojnë nga pasuria e tyre të shumët për të tjerët, për nevojtarët, për jo nevojtarët, mirë po shumë pak janë bujarë ndaj familjes së tyre. Nuk hatërohen e nuk hidhrohen, e hiç fare nuk nervozohen nëse ju kërkon nga jashtë dikush një ndihmë, por hatërohen e hidhrohen e shpesh ishe të nervozuar kur familja kërkon një ndihmë nga ai fëmijë, nga baba, gruaja nga bashkëshorti e kështu me radhë, ishe do thot të hidhruar dhe të nervozuar. Andaj familja është vendi ku shfaqet më së miri, kush morali, besimi dhe fisnikëria e çdo njeriut. Shumë njerëz janë bujar me të tjerët, japin sadaka, ndihmojnë miq, shok, farefis, por harrojnë se njerëzit që meritojnë më së shumti mirësi, kujdes dhe bujari është familja e tij. Për këtë ky din islam na sugjeron dhe na thot Muhammed Mustafaja, sadaka më e madhe dhe më me vlerë është ajo që shpenzohet për familje dhe në familje. Islami nuk e shef bujarin vetëm si dhënje e pasurisë, por si qëndrim i zemrave tona, i zemërgjërsis tonë, i kujdesit, i dashurijës, i përkrajës, i sakrificës për ata që Allahu i ka vendos në përgjegjësinë tonë. Ata njerëz janë më dashur në zemrën tonë. Allahu na ka bërë përgjegjës për ta. Për këtë arsye na bujarin më së shumti që duhet ta theksojmë tek ta. Bujaria, sepse bujaria forcon lidhjet familjare, shton dashurinë. Bujaria largon urrëtie. Bujaria krijon qetësi në ato familje. Kur anëtarët e familjes ndihen kur anëtarët e familjes ndihen kujdes të shtuar dhe bujar ndaj njëri tjetrit, familja bëhet shumë stabile dhe familja e kaplon një lumturi e paparë. Për këtë Allahu Dhul Gjelal thot në Kur'anin famadh, wa ati dhel qurba haqqa, të afërmëve tu, familjes tane, jepja hakun që e meriton. Kjo tregon se kujtesi material dhe moral ndaj familjes nuk është bamirësi fakultative, por detyrë e besimtarit. Detyrë e besimtarit është për të dhanë, për të përkra, për të kriju një ambient të qetë, të mirë, mas pari në familjen tënde. Shiqane profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, këto fjalë madhështore, gjigante, nuk ka mundësi me dalë prej gjuhës dikujt tjetër, pas prej gjuhës së të dashurit të Allahut dhe të dashurit të njerëzimit, Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. I erë një njeri me një dinar, atëherë dinar, pare, në dorë, dhe i tha, kam prun sadaka, e profeti po e orienton. Sa bukur është një njeri, pa marrë parasysh se kush është ai i pari, më ta dhon orientimin e mbar. Mos me qenë egoist, mos me qenë glabrus, vetëm me marrë dhe me përfitu. Sa e mirë është kjo. Tha, ato para që i shpenzon në rrugën e Allahut, ato para shpenzoj në rrugën e Allahut. Ato para që i shpenzon
për lirin e një robit, ato para që i adhuron të varfrit, ato para që i shpenzon për të plotësuar nevojat e personave të familjes tone, mes qytyve të gjithave që u numrun, ato që jep për familjen tënde janë parat më të vlerësuar atë Allahut xhaleshanuhu ve xhalexhelalu. Mas shumë ti që e vlerëson Zoti paran, është aja që hidhet në durët e familjarëve, në shërbimin e familjarëve. Profeti tha, kur njeriu shpenzon për familjen e tij, duke shpresu thellë në shpërblimin e Allahut, ajo llogaritet si sadak nga sadakat më të pastërta. Dashurit e mi, kur mungon bujaria, lindin apo lind pakënaqësia, ftohen marrëdhëniet, shtohen konfliktet dhe dobësohet lidhja familjare në atë moment kur mungon bujaria. Shumë familje janë prishur jo nga mungesa e pasurisë, por nga mënyra se si po e shpenzon dhe ku po e shpenzon atë pasuri. Ka prind që shpenzojnë shumë jashtë shtëpisë, por familjarët janë të humbur. Familjarët janë dorëzgjatur dikun tjetër. Ka bashkëshort që tregojnë dorëlirë ndaj të tjerëve, por shumë janë kursimtar ndaj bashkëshortës së vet. E profeti tha, i mjafton njeriut për gjuna, për mëkat të madh që ja ban Zoti Dhul Xhelal, nëse nuk i plotson nevojat e familjes së tij. Për këtë Hazreti Aliu radiallahu anhu u pyet një ditë, cila është morali më i lartë? E ai u përgjigj, largimi nga të ndaluarat, korrektësia në fitimin e pasunisë halal, me qenë shumë i kujdesshëm dhe korrekt, dhe e treta, bujaria ndaj antarëve të familjes e tregon moralin e plot të një besimtare apo besimtares. Të dashurit e mi, udhëzimet profetike apo udhëzimi profetik vendos një rend të qartë të prioriteteve tona si njerëz, si besimtar. Një njeri erdhi me një dinar te Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam dhe ai tha, shpenzoe këtë dinar në vetë a për vetën tone. Tha, e kam një plus të shtëpia. Tha, unë po du me dhonë sadak të tia, Rasulullah. Tha, shpenzoe këtë për familjen tone. Tha, ja Rasulullah, e kam një tjetër të shtëpia për familjen. Tha, shpenzoe këtë dinar për të afërmit e tu. Vetëm pasi përmbushi detyrimet ndaj vetvetes, ndaj familjes, i tha ndaj të afërmëve e ndaj të tjerëve pastaj. Sot një mendësi jo e mbarë e një pjesës fetarve janë shumë dorë lirë ndaj të tjerëve. Po ndërtohet një xhami këtë pasunin e qanë. Po për ndërtojmë një shtëpinit fukaros, krejt pasunin e qanë. Ashtë i smund dikush, krejt pasunin e qanë. Allah i tash përbleft, shumë në regull je, doje një pjesë mas pari për familjen tane. Se nëse familja jote është duke i munguën shërbimi elementar, edhe qaja sadak që jetë e dhonën atje, nuk është e pranueshme. Sot shohim njerëz që shpenzojnë shumë të mëdha në ahengje, në udhëtime, projekte bamirësie, brenda vendit e jashtë vendit, kurse në shtëpinë e tyre mungon. Sikur që dikush edhe jashtë Kosovës jep. Nuk dush me dhonë jashtë Kosovës kur një nevojë është në Kosovën tonë. Nuk dush me dhonë jashtë fshatit kur në fshatin tonë është nevoja imediate për një çështje. Mas parim rrethin tënd. Unë i sugjeroj shumë që vinë më pyesin, hoxh ma gjej, po du me hap një bunar në Afrikë. Pse me hap bunar në Afrikë? E di që ka nevojë.
Zoti inshallah ja plotson nevojat. Veç vallahi kemi nevojë shumë. Banementi komuna Kashanikut, atë shumë ka nevojë për ujë, sa që në kohën e verës nuk ka ujë për pije, për me pi. Nuk ka ujë për me u pastru. Nuk ka nevojë për gjërat elementare, ti shkon hap bunar në Afrikë, ty bezotis ta pranon. Fshinje këta. Sa familjen kemi nevojë unë në rrethin tem që ka nevojë për bunar, për pos me hapën. Ky thot nuk i jap këto, në Afrikë po du me hapën ja. Dashurit e me, edhe ato që hapin atje nuk janë edhe fort sigurt, mirë po mbi të gjitha është njeti, edhe si ta kish njetin, inshallah e ki edhe shpërblimin. Ama, kur është nevoja, kur e dim se në vendin tonë është nevoj, këtu do thot mas pari, dohemi me dhonën kontributin. Dashurit e me, disa mburën me sadakat e tyre, ndërsa prindërit e tyre jetojnë dë vetmum. Disa ndihmojnë të huajt, ndërsa vëllezërit dhe motrat e tyre përballen me kushte ekstreme në familje. Bamirësia ndaj të tjerëve është vërtet, por angazhimi për familjen është devotshmëri. Për këtë Ibn Qayyim thot, nuk afrohet robi tek Allahu me një vepër më të dashur se sa përmbushja e detyrimeve ndaj familjes. Do në afru te Zoti përmbushja e detyrimet familjes. Vazhdon, Allahu e mëshirof njeriu që është i but, bujar dhe i lehtë ku në familjen e tij, do thot mas pari. Familja është fusha e parë ku promovohet sinqeriteti i moralit ton. Kush është bujar në familjen e tij, ka përmbushur një prej rrugëve më të mëdha që dërgojnë te kënaqësia e të madhut Zot xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Mlejani Imam Gazali thot, nuk është prej fesnikërisë që njeriu të shfaq bujari para njerëzve, ndërsa familja jeton në ngushtica, në vështirësi të mëdha, sepse morali më i mirë fillon në familje, pastaj vazhdon tek të tjerët. Ali Wardi thot, njeriu shpesh kërkon vlerësim nga shoqëria. Gjithmonë mendimin e ka, çfarë vlerësimi po ma ban mu shoqëria? Çka po thojnë ata do thot për mua, shoqëria, për bujarinë e tij, por vlerësimin më të mirë për bujarinë tonë dhe temin ta jep familja. Mos kërko vlerësim për bujari në shoqëri. Vlerësimin më të mirë ta jep familja jote. Sa je bujar në familje, ata ta japin, do të thot, vlerësimin më të mirë. E lutem që familjet e tona të kenë një stabilitet, një qëndrueshmëri, një lumturi, një përmbushje shpirtërore më së pari nga bujaria e udhëheqësve të familjes tonë. Domaçinat e familjes duhet dinë dhe t'jenë shumë të vëmendshëm se ku po e shpenzojnë dhe ku po bëhen dorëlir dhe ku po bëhen bujar me pasuninë e tyre. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala